Në fakt ajo që është duke ndodhur është se gjithë bota e ka mbajtur frymën tashmë në lindjen e mesme, gjithë bota është e fokusuar atje për rëndësinë jetike që ka ky rajon në raport me të ardhmen ekonomike të planetit. Asgjë që ndodh duhet ta kemi parasysh nuk është rastësore. Ky është një konflikt që nuk është lokal, duhet ta kemi të qartë, por është një operacion gjeopolitik i cili po riformaton hartat e fuqisë në gjithë botën sot. Ky është, mund të themi, operacioni më i rëndësishëm kirurgjikal gjeopolitik që ka ndodhur planetit pas luftës dytë botërore. Izraeli dhe Irani janë një përplasje titanësh dhe bashkë me ta dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku çdo lëvizje mund të ndezë akoma më shumë luftën e tretë botërore, brenda të cilës ne jemi tashmë, që ka filluar prej 2022-shit, 24 shkurtin e 2022-shit. Ky tension është duke u shfrytzuar edhe si mjegull për të mbajtur edhe planet të tjera, për të mbuluar planet të tjera në pjesët tjetër të botës, edhe këtu në Ballkan, ndoshta mund t'i rekemi pak më poshtë, mund t'i referohemi. Ajo që po ndodh në lindjen e mesme është një mjegull e madhe, e cila po përdoret gjithashtu për të maskuar të tjera plane të cilat janë duke ndodhur në zona të tjera të botës, dhe kjo për arsye se dirigjenti i planetit, që kanë qenë deri sot të vetë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e zhvendosur me gjithë fuqinë dhe me gjithë fokusin e saj tek raketat atje në lindjen e mesme, tek shkretirat e lindjes mesme, tek bazat e saj në lindjen e mesme, ndërkohë që ujqërit e vjetër të planetit janë duke bërë gati ndarjen e zonave të influencës dhe riformatimin e botës dhe ndarjen e saj. Kemi një plan të madh për riformatimin e lindjes mesme. Unë këtë e kam përmendur prej muajve të gjatë dhe prej viteve. Do të nisë tërësisht shkepja totale e lindjes mesme. Kemi një fund të konfigurimeve të pas luftës parë dhe dytë botërore. Kemi një fund të Sykes-Picotit, marrëveshja ndërmjet britanikëve dhe francezëve për të ndarë influencat e tyre në lindjen e mesme më njëherë pas rënies perandorisë osmane. Tashmë do të kemi një skemë të re, do të kemi një plan të ri, fuqitë të reja lindin, fuqitë të vjetra dalin. Jemi në pragun e një epoke ku kufit nuk vizatohen më me boj, por vizatohen me gjak. Çdo vonesë në kuptimin e këtyre situatave nga njerëzimi është një tragjedi e cila tenton të afrohet çdo minutë në pragun e shtëpisë tonë. Prandaj ne duhet jemi të vëmendshëm për këtë. Sa i përket më specifikisht asaj që ju pyetët lidhur me qëndrimin e Donald Trumpit, Donald Trump është një biznesmen i suksesshëm, i cili është pjesë e elitave të biznesit, pjesë e lozhave dhe kulisave ndërkombëtare të financave nga Wall Street deri në City London. Ai e kupton mirë se çfarë po ndodh, ai e kupton mirë dimensionin ekonomik dhe gjeopolitik të kësaj historie. Atë po e shohim çdo ditë në ngushticën e Hormuzit, ku ka një përplasje të fortë të nëndeshme ndërmjet Londrës dhe Washingtonit, ndërmjet kompanive të siguracioneve dhe Wall Streetit. Një deklaratë e Donald Trumpit mban tregjet pa frymë, një deklaratë tjetër e fundos tregun botëror të naftës, një deklaratë tjetër e ngret tregun botëror të naftës. Vetëm në 30 ditë e para ne po shkojmë drejt një kolapsimi të madh, i cili po përkthehet çdo ditë tek portofoli juaj, tek portofoli im. Sa herë shkojmë për të mbushur naftë në pikat e karburantit, imagjinoni çfarë ndodh me shtetet, çfarë ndodh me fabrikat, me kompanitë, me gjigantët e mëdhej, me fabrikat më të mëdha të botës në Pekin, në Indi, në New Delhi, në Europë, në Amerikë e kështu me radhë. Janë tërënditje të mëdha, të cilat janë duke u shoqëruar me disa skenar të përkufizuar në mënyrën më korrekte të mundshme që mund ta përkufizojmë, është ajo që sot njihet Donald Trump, unpredictability of the American policy, pa parashikueshmëria e politikës amerikane. Donald Trumpi po luan si një pokerist që zhvendoset her pas here nga një skaj i deklaratave në skajin tjetër, është në një trysni të jashtëzakonshme izraelite nga qeveria e Benjamin Netanyahus dhe nga
tërësnia e lobit izraelit në Washington, i cili e do administratën Trump të shkojë drejt një lufte shkatëruese totale për Iranin, gjë që me sa duket nuk u realizua sipas kanarit Venezuelës, ashtu sikurse e thatë, kemi një lojë pokeri të kujdesshme që po luhet nga iranianët edhe nga amerikanët, me deklaratat për negociata, me deklaratat që njëra palë i pranon dhe pala tjetër i mohon. Kjo është pjesë e strategjisë së tyre të luftës, është pjesë e lojës për të kontrolluar tregjet. Amerikanët po luajnë me strategjinë e Donald Trumpit, i cili ka patur shumë dorëheqje kohët e fundit nga stafi i tij më i afërt, i shefi antiterrorit, deklaratat e të tjerë personazheve të rëndësishëm të cilët kanë dhënë dorëheqjen. Amerika është duke u zgjuar, Amerika beson sot në mënyrë të plotë që kjo nuk është një luftë e Amerikës, as e popullit amerikan, dhe Trump është duke u kujdesur që të bëjë një poker të fuqishëm, maksimalist, i cili mund të marrë nga 15 pikat që ai kërkon për Iranin, mund të marrë maksimalisht çfarë të mundet pa pasur të rënë nga trupat amerikan atje dhe pa patur humbje në jetë njerëz, sepse arkivolët me trupat e ushtarëve amerikan, nëse do të vinë të fluturojnë për në Amerikë, kjo do të shkatërrojë presidencën Trump dhe do ta çojë atë drejt fundit. Kemi mbritur në një lojë të Trumpit ku ai synon të marrë një deal nga iranianët, të marrë një marrëveshje të mirë nga iranianët me sa më pak kosto të mundshme, dhe nga ana tjetër kemi iranianët të cilët bëjnë diversion, nga ana tjetër luajnë edhe ata me nervat e Trumpit, sepse pas tyre ka fuqi të tjera, janë kinezët, janë rusët, është Korea e Veriut, sot satelitet amerikanë dhe izraelit kanë zbuluar plotësimin e rrugës logjistike nga deti Kaspik, nëpërmjet të cilës Irani merr mbështetjen e tij nga Kina dhe nga Rusia, të cilat edhe pse po mbështesin, nuk janë duke u deklaruar hapur, apo nuk duan t'i lënë shenjat e gishtërive në këtë mbështetje për Iranin, qoftë dhe të kufizuar ashtu siç është. Iranianët po përpiqen që të luajnë sipas formulës se një pokeri tjetër, që është ose e hedhim të gjithë lindjen e mesme në erë, ose jetojmë të gjithë bashkë. O do të jetojmë të gjithë, do të bëjmë biznes të gjithë, do të fitojmë të gjithë, ose do të hedhim gjithë lindjen e mesme në erë, dhe kjo është pjesë e strategjisë të Iranit për të nxitur vendet arabe të gjithësisë që të bëjnë presion ndaj alatit të tyre të madh në Washington, që është Donald Trump. Trumpi është në këtë kurs, iranianët janë në kursin tjetër që ne nuk kemi duke bërë negociata. Donald Trump doli tje dhe tha kanë dhënë iranianët një super deal, një super marrëveshje, që ka miliarda dollar brenda, nuk po e shpjegoj tani, por në fakt ajo ishte leja që iranianët kishin dhënë amerikanëve nën tryezë që të hapin ngushtica e Hormuzit dhe të kalonin disa anije. Por kjo është një lojë akoma më komplikuar se sa anijet, është lidhur me siguracionet e kompanive të naftës, siguracionet të cilat kontrollojnë të gjithë fluksin e anijeve në botë. Nëse nuk ka kompani që të presin siguracion dhe nuk masin riskun, nivelin e rrezikut, nuk lëviz asnjë anije, nuk ka nevojë të shkrepësh asnjë fishek. Por çfarë po luajnë iranianët? Po luajnë me këtë frikë të amerikanëve dhe tashmë po bëjnë pjesën e dytë të lojës së tyre për të fituar kohë. Trump doli sërish dhe tha do t'i shkatërrojmë dhe ka nisur një test të dytë forcave speciale, që janë parashutistë dhe forca këmbësorie, të cilat sipas britanikëve dhe MI6-it britanik nuk janë specializuar për të bërë luftë rafat gjata, por janë me qëllim marrjen e ishullit Karg, ku kalon 90% e gazit dhe naftës iraniane, ndërkohë Irani si skem të tij të fundit ka përdorur mungesën e pranimit për diskutuar me dy negociatorët e njohur të Donald Trumpit, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndri. Irani tashmë ka refuzuar të jenë ata negociatorët, pasi ka konsideruar njerëz të tradhtisë, të cilët kur flasin dhe bëjnë diskutime dhe bisedime, nis bombardimi, sepse Steve Witkoff dhe Jared Kushner kanë qenë dy persona të ngarkuar nga presidenti Trump për të vijuar negociatat. Tashmë
iranianët kanë preferuar zëvendës presidentin J.D. Vance dhe ai është nisur drejt Pakistanit, Islamabadit për të parë se si mund të çojë dhe të bëjë bisedime me Mohammed Bakir Kalibaf, që është zëvendësi i Laridxhanit dhe kryetari i parlamentit iranian, që pritet takohet me J.D. Vance në Islamabad për të parë se si mund të konkludojnë në ditët në vijim në këto negociata të rrezikshme dhe të vështira ku varet fati i gjithë planetit. Jo përmendët paparishikueshmërinë e Donald Trumpit me shumë drejt, siç e kanë evidentuar shumë ekspertë të gjeopolitikës. Dhe në këtë rast, çfarë po luan Donald Trump ku nga njëra anë flet për negociata dhe nga ana tjetër ka lënë hapur mundësinë e dërgimit të 10.000 trupave amerikane në lindjen e mesme që mund vendosen në pika të caktuara në kufirin me Iranin. Dhe a ka gjasa që vetë këto trupa apo dhe përforcimet tjera me ushtarë të Izraelit mund të hyjnë në Iran? Shikoj nderuar. Jemi përballë një skenari që nuk dua të bi në përsëritje. Donald Trump po përdor një skemë shumë të fortë, e cila është presion maksimalist me negociata. Negociata të shoqëruara me presion maksimalist kanë synim të shmangin luftën dhe jo ta bëjnë luftën. Sa më shumë të rritet presioni nga Washingtoni, sa më shumë të rritet presioni nga Donald Trumpi, të jeni të sigurt për një gjë, aq më shumë ai është interesuar që të mos ketë luftë. Sepse do që nëpërmjet frikës maksimaliste të prodhojë një proces paqe, por këtu janë indikatorët e Iranit, Rusisë dhe të Kinës, të cilat bëjnë matjet se ku duhet të hanë bllofin dhe deri ku nuk duhet të hanë bllofin. Amerika nuk shkon dot me trupa në Iran, sepse kjo do të ishte shkatërruese për Donald Trumpin. Nuk fitohet luftë me këmbësori në Iran. Është 93 milion popull, ka ja 500.000 ushtarë gati, ka ja 2 milion ushtarë rezervista, nuk mbarojnë ndonjëherë, përveç faktit që është dhe Kina dhe Rusia mbrapa, të cilat mezi po presin Amerikës t'i rrshkasi këmba dhe të shkruaj atje me trupa. Historia e trupave mund të përdoret për një skenar minimalist fillestar, për ndonjë akord të fshehur që amerikanët mund të kenë bërë me iranianët për kontrollin e kargut, të ishullit të kargut, apo të një pjesë të ngushticës Hormuzit, në mënyrë që të dyja palët të dalin nga lufta sipas formulës win-win. Pra, Trumpi të kthehet në shtëpi dhe të deklaroj se unë e fitova luftën, dhe Irani të kthehet në popullin e vet dhe t'i thotë ne e mposhtëm Amerikën bashkë me Izraelin. Asnjëra nga palët nuk do të pranojë të tërhiqet përveç se me këtë formulë në shtëpi dhe të kthehet në shtëpi. Prandaj nuk përjashtohet asnjë skenar në këtë luftë dhe të gjithë ata që janë të sigurt për diçka, e vetmja siguri që ka në këtë luftë është që nuk jemi të sigurt për asgjë. E para, e dyta, do të kemi një dimension shumë të rëndësishëm që do të ndikojë, a do të futen arabët në luftë apo jo. Në qoftë se do të futen Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti, Bahreini e kështu me radhë në një koalicion të madh për goditjen e Iranit, këtu do të ndryshojë loja, sepse kjo e çon gjithë lindjen e mesme në ajër pastaj, e hedh në erë. Unë nuk besoj, jam i prirur të besoj që nuk shkojmë ke ky skenar, por asgjë nuk përjashtohet. Rritja e presionit të Trump, ardhja e luftanijeve, e mira e trupave, nuk është për të bërë luftë. Është për të ndaluar luftën nëpërmjet presionit maksimalist, i cili synon të marrë në tavolinë minimalisht 6 deri 7 pika nga 15 pikat që i ka paraqitur amerikanët iranianëve, dhe kemi dhe një kthes të Iranit. Ministri i jashtëm Abbas Araghchi ka dalë dhe ka njoftuar, tashmë ka pranuar që kanë një plan 15 pikësh nga Amerika. Mbrëm kanë njoftuar se kanë kërkuar 7 ditë dhe Trump u ka dhënë 7 ditët. Ku do të shkojmë? Unë mendoj që në ditët në vijim,
sipas porosive të Trumpit në fillim të luftës, maksimumi i luftës mund të zgjas deri në 6 javë. 4 javët u mbyllën në këtë të premte, dhe maksimumi tha mund të shkojmë deri në 6 javë. Do të shohim presion të jashtëzakonshëm të Trumpit, mund të shohim dhe bombardime, për të marrë në tryezë atë që nuk u mor dot me luftë. Dhe do të marrin diçka, po jo për aq sa kanë ardhur.